se patjetër ti godet politikisht, pra ke instrumentin për të goditur politikisht dhe për të mbyllur një karrierë politike të një zyrtarit korruptuar. Dakord, shumë mirë dhe kjo duhet ndodh. Por nga ana tjetër, dëmi që është bërë buxhetit shtetit, a mundet të rikuperohet? A kemi një mundësi që këto para që i ke faktuar si organ akuze, që janë vjedhur, që janë abuzuar me procedurat ndryshme, korruptive, këta zyrtar kanë ndërhyrë dhe kanë përfituar në mënyrë të padrejtë, në kurrizë të taksapaguesve shqiptar, kanë fituar këto para. A mundet me metodat e tua, se prandaj është investuar Gespago, janë investuar miliona euro për trajnim, për ekspertizë, për bashkëpunim me agjencitë zbatuese etj, për të bërë mundur që ti të kthesh edhe para në buxhet shtetit. Unë po themi 100%, por një pjesë mund t'i kthesh. Në rasti pasaj më unikal është edhe rasti i dosjes inceneratorit Tiranë, ku ke asete të përfituara nga prestanomet edhe nga rrethi i personave që kanë menaxhuar inceneratorin, i kemi bërë dhe publike se ku janë dhe nuk sekuestrohen nga Spaku. Pra këtu pasaj është dëmi në buxhet të shtetit, gjykoj unë, dhe këtu është dilli pasaj gjykoj unë politik i kryeministrit me varësit e tij, që i thot dakord, karriera jote do të mbaroj, por parat, benefitet që ke marrë gëzoj dhe mbaj. Dhe këtu pasaj është pafuqia e institucioneve tona drejtësisë për ta çuar drejtësinë deri në fund. Dhe ky është një problem shumë i madh që prek pasaj qytetarin që na ndjek, sepse po të shihni dhe pak më parë, në mos gaboj para 3 apo 4 javësh, keni parë për shembull të gjithë një zinxhir, një pjesë e zinxhirit drejtues të dosjes 5D Bashki Tiranë, që u liruan gjithë nga burgu. Po, janë gjithë lirë. Tashi dhe filluan reagimet në rrjet, që po nuk që nga ka shkejse, mund bësh 9 muaj burg apo një vit burg për 10 milion euro. Dhe krijohet ky perceptimi pasaj që shkon një njeri apo një zyrtar shteti, shkon në punën e shtetit për të vjedh para se me idenë që unë sakrifikoj 9 muaj. Edhe 5 vjet kalojnë shpejt për të rikthyer zyrë. Bëjmë për të vjedh x milion euro. Pra, kjo histori duhet marrë fund. Goditja politike nga institucionet e drejtësisë, sepse sigurisht ka dhe goditje politike, në moment që goditet një politikan me procedurë dhe goditet me proces, sigurisht që mbaron karriera. Po kjo goditje duhet shoqërohet me goditjen monetare, me goditjen financiare, sepse këto individ nesër dalin nga burgu, po them edhe një herë, dhe befa si ke ndërtues, si ke biznesmen, i ke njerëz që ndikojnë në ekonominë e vendit, njerëz që marrin leje ndërtimi, njerëz që kanë benefitet e tyre. Dhe ku i marrin? I marrin po ke qeveria, ke Edi Rama. Pse do godasin Edi Ramën ata? Ata për sa kohë kanë parat janë në rregull. Unë ta garantoj që i ka ikë edhe ky stresi që të shkosh në punë çdo ditë, të bësh propagandë etj, vazhdojnë bizneset. Dhe ky është një problem, dhe ky është një model që u fut në politikën tonë, dhe u fut në skenën politike shqiptare pas vitit 2013. Nuk e patur asnjë rast të tillë, asnjë precedent të tillë, nuk e ke patur deri në vitin 2013. Pas vitit 2013, ndërkohë që zoti Hitaj po përmendte emrat, ju mjafton të kuptoni, u përmendën për shembull 3 emra